Miqtë mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Këtë të hënë të 6 prillit jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt në televizionin News 24, si televizioni më i madh informativ në vend, me urimin për gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkët dhe paqin, vetëm dritë dhe paqen në familjet e tyre. Edhe pse është një ditë feste zyrtare, ditën e sotme do të kthehemi në temat e aktualitetit që në fakt trajtohen çdo ditë prej më shumë se sa çerekshekulli. Në studion e emisionit Me zemër të hapur do të flasim për ngjarjen e rëndë të dhunës që është ushtruar një 42 vjeçareje në qytetin e Vlorës, fillimisht në rrugë dhe më pas në ambientet e pallatit të prindërve të saj, por ato që e bën më të dhimbshme nuk është profesioni i saj mësuese, por është në prezencë të një fëmie 6 vjeç që është i biri. Ndërkohë, ditën e sotme ekskluzivisht ne do të japim një video ku duket dhuna barbare e ushtruar ndaj zonjës 42 vjeçare. Për herë të parë del kjo video, sepse vetë zonja është munduar të japi një deklaratë të shkurtër për media. Ditën e sotme ne do ta kemi në një intervistë të gjatë, sepse pallati i prindërve të saj, pallati ku jetojnë prindërit e saj, është në një konflikt midis banorëve prej 7 vitesh. Çfarë po ndodh pikërisht në këtë pallat? Pse ka arritur dhuna? Në fakt ne do të tregojmë her pas here dhe lajmërimin e administratorëve të pallatit në lidhje me pagesat që duhet bëjnë banorët e këtij pallati për të shlyer pra disa detyrime, disa riparime dhe çfarë ndodh në këtë pallat, do t'i zbardhim të gjitha. Por ndërkohë, ditën e premte, kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, ka marrë një denoncim nga një qytetare anonim e cila ka treguar që zonja 42 vjeçare nuk tregonte të vërtetën. Kjo na çoi të investigojmë gjatë fundjavës dhe të sjellim një video ekskluzive se si është dënuar 42 vjeçare e cila pas pak do të jetë me ne. Ndiqni fillimisht insertin e përgatitur nga kryeredaktorja Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur do të trajtohet një ngjarje e rëndë ndodhur pak ditë më parë në qytetin e Vlorës, e cila ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime serioze mbi sigurinë dhe dhunën në komunitet. Një 42 vjeçare me inicialet L ka denoncuar se është dhunuar brutalisht nga fëmijë i prindërve të saj në zonën e Skelës, sipas dëshmisë së saj rreth orës 13:00 të drekës, teksa po shkonte drejt banesës së prindërve. Ajo është përballur me një person të veshur me rroba të zeza dhe me kapuç që i mbulonte pjesërisht fytyrën. Ai e ka sulmuar fillimisht me fjalë fyese dhe më pas ka ushtruar dhunë fizike, duke e shtrënguar fort nga fyti. Edhe pse arriti të largohej dhe të kërkonte ndihmën e policisë, ankthi dhe frika nuk përfunduan aty. Sipas rrëfimit të saj, agresori e ka ndjekur deri në banesën e prindërve dhe e ka dhunuar sërish. Në përpjekje për t'i shpëtuar, ajo është qelluar në dorë, ndërsa autori ka marrë telefonin dhe ja ka thyer për ta lënë në pamundësi komunikimi dhe pa ndihmë. Një ngjarje e rëndë që ngre shumë pikpyetje. Si është e mundur që një grua të dhunohet në mes të ditës dhe më e dhimbshme në praninë e një fëmie 6 vjeç pranë shtëpisë së saj? Sa të sigurta janë rrugët dhe lagjet tona dhe çfarë masash duhet të merren për të parandaluar raste të tilla? Sot do të ndjekim nga afër këtë histori, dëshminë tronditëse të 42 vjeçares. Ndiqni rrëfimin. Çfarë fshihet në fakt pas dhunës së 42 vjeçares, pse kanë mbërritur denoncime dhe telefonata të panumërta përpara se të dilnim në transmetim të drejt për drejt. Banorët e zonës dhe sidomos banorët e këtij pallati janë të indinjuar për atë çfarë po ndodh brenda pallatit të tyre, kush fshihet dhe kush është skenari, a e fsheh policia e Vlorës të gjithë këtë ngjarje, por edhe ngjarje që ka pasur përpara asaj të 2 prillit në orën 13:45. Të gjitha këto do t'i diskutojmë vetëm pas pak. Ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur, me mua në studio avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Në krahun tënd Irina Shanaj, psikologja jonë e përhershme. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Lidhemi me 42 vjeçare në këto momente për ta përshëndetur dhe për të kuptuar që 4 ditë pas ngjarjes si është situata e saj, por mbi të gjitha e një fëmie që me sa duket ka problemet e tij. Përshëndetje zonjë.
Përshëndetje. Në radhë parë të falenderoj që u bëre pjesë e emisionit Me zemër të hapur ditën e sotme. Ju keni folur në fakt pas ngjarjes në media, por ditën e sotme do të flasim gjatë sepse teksa investigonim për rastin tuaj dhe po bëheshim gati t'ju ftonim dhe t'ju kishim në studio, e shtym pak ditë rastin tuaj sepse ka mbritur një denoncim në fakt nga një zonjë, besoj, që pretendonte se i gjithë skenari i dhunës në fakt është i sajuar nga ana juaj. Çfarë ndodhi ditën e njëjtë, ku keni qenë fillimisht ju, si nisi konflikti midis teje dhe një zonje tjetër dhe si u përfshi zotëria? Së pari unë dua t'ju falenderoj për zërin e të vërtetës që juve kërkoni që të shfaqet dhe të bëhet publike dhe për punën tuaj të jashtëzakonshme për të mësuar të vërtetën. Ishte dita e njëjtë, ora ka qenë rreth 2 çerek i drekës, pasi drekova në shtëpinë e prindërve të mi, shkoj për ditë që drekoj atje, sepse vetëm njëri tjetrin kemi. Ata janë edhe të sëmur dhe prezenca ime i bën që ta përmbushin ditën me dashuri nga ana ime dhe nga fëmijët e mi. Mbasi drekuam, nisem për në banesën time, pallatet i kemi përballë, vetëm një rrugë na ndan. Së bashku me fëmijën tim 6 vjeçar, për dore dhe në rrugën ku po kaloja, një zotëri kishte ulur kapuçin deri tek pjesa e undës, po nxitonte në drejtimin tim. Fillimisht u shmanga, u devijova pak për t'i lënë hapësirë zotërisë, ndoshta nuk e kishte edhe me mua, po nxitonte për punët e veta. Përsëri zotëria vazhdon sipas drejtimit tim dhe më hedh duart në fyt shumë fort. Duke më sharë, duke më thonë fjalë shumë fyese. Kanë qenë rreth 2 sekonda mbajtja dorës në fyt. Kam dashur të uluras, por nuk kam mundur dot dhe për shkak të sforcës ka ndodhur diçka e pavetëdijshme nga ana ime. E gjitha kjo ka ndodhur në sy të fëmijës tim. U stepa pas hekurave që rrethojnë trotuarin, duke ecur pas dhe duke u tërhequr njëkohësisht nga dora e zotërisë dhe fus dorën në xhep për të marrë telefonin. Gjëja e parë që më shkoi në mendje ishte sigurisht policia e shtetit dhe më pas lajmëroja familjarët e mi. Më qëllon dorën, juve do ta shihni edhe në kamera që unë i kam siguruar vetë, sepse policia e shtetit nuk i mori ato kamera, pavarësisht se unë i kam treguar vendodhjen time nëpërmjet Google Maps. Se ku ka ndodhur për herë të parë kjo gjë. Më qëllon dorën fort dhe largohet. Marr telefonin dhe nisem dhe kthehem përsëri drejt banesës së prindërve të mi që është në të njëjtën rrugë ku po ecte zotëria, nuk ka rrugë tjetër aty nga mund të kaloja unë. U çorientova aq shumë në ato moment sa nuk dija më se çfarë të bëja. Nëse bashortin do ta kisha në shtëpi, do të vazhdoja, do të vija në shtëpi, por nuk e kam në shtëpi, e kam në punë dhe punon jashtë Vlorës bashorti im. Nisem në drejtim të banesës së prindërve të mi, zotëria përpara, dhe unë pas për të vajtur tek banesa e prindërve sepse është vetmja rrugë ku unë mund të eci, nuk ka rrugë tjetër. Aty pastaj gjendem për fat të mirë, ishin rastësisht 2 banor të pallatit dhe na dëgjuan që ai filloi të më kërcënonte duke thënë që nuk i bëj vonë, më fal, prej policisë së shtetit. Dhe nuk donte të dinte fare që unë e kisha lajmëruar policinë e shtetit. Aty pastaja unë kam hapur përsëri telefonin sepse doja të kisha prova materiale, duke qenë se zotëria monitoron lëvizjet tona nëpërmjet kamerave që ka vendosur në mjedisin e pallatit. Dhe unë kam një pikpyetje shumë të madhe për këtë gjë. Ai ka parë që unë kam qenë vetëm. Ai e ka parë që unë kam qenë vetëm dhe ka nxituar këmbët për të më prerë rrugën siç ndodhi aty në atë video. Që më dhunoi. Po në ambientet e pallatit. Më ka marrë telefonin nga dora, më ka qelluar, më ka marrë telefonin, më ka qelluar dorën për të më marrë telefonin. Dhe
më falë. Atëre, ju lutem zonjë sepse jemi në transmetim live dhe po e kuptojnë të gjitha ata që na ndjekin. Kjo është fuqia e News 24 të telefonojnë dhe nuk e dim ç'lloj telefonatash mund të jenë. Po. Dhe më ka marrë telefonin dhe e ka thyer telefonin që unë mos kisha mundësi të komunikoja me asnjë. E qartë, po? Kjo ishte e gjitha. Atëherë, megjithatë, unë e thash pak përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, që gjithë kjo situata midis teje dhe agresorit nuk ka ndodhur rastësisht atë ditë. Pra ju keni qenë vërtet në rrugë dhe pamje të së cilës unë të falenderoj sepse i kemi për herë të parë ti dhe fëmia për mënyrën se si dhunohesh, shfaqet ky zotria me kapuç, por ja, janë pamje vërtet trondice, por fillimisht unë do doja të dija nga ju. Si ka filluar debati? Për çfarë ka filluar ky debat? Ti e njohë se kush është zotria? Sa ai është edhe administratori i pallatit prindërve të tu. Një pallat me shumë probleme, me sa po na vinë denoncimet. Po. Një pjesë e mirë e banorëve të pallatit po vuajnë prej vitesh pagesat e jashtëzakonshme që zonja administratore e vetë shpallur, e pa licencuar, vendos për interesat e saj personal. Administratore e pa licencuar nga Bashkia e Vlorës. E pa licencuar dhe e vetë shpallur. E vetë shpallur. Dhe kjo ndodhe dhe në Tiranë për hir të së vërtetës, po? Dhe vetë shpallur. Duke qenë se për vite të tëra, unë po flas për prindit e mi, ndoshta edhe banorët të tjerë ngrihen dhe shprehin shqetësimin sigurisht, kanë vuajtur pagesa të majme, të pajustifikuara. Vjen një moment që thanë dale, çfarë po ndodh, ku një ashensor prishet çdo 5-6 muaj, ku paguajnë nga 50.000 lekë se u prish ashensori, ku ka mbi 80 familje pallati, një tarif për investim kapital 120.000 lekë në fund të vitit, pavarësisht 10.000 lekë sheve çdo muaj, për një pomë që prishet 60.000 lekë e të tjera me radhë për familje, këto gjëra i kanë vrarë këta banor prej vitesh, sa që u detyruan se nuk e gjetën dot me zonjën dhe shkuan në rajon, në policinë bashkiake, në bashkinë e Vlorës, kanë dërguar letra avokatit të popullit, krimit ekonomik, sepse kërkonin një mënyrë të rregullt të administrimit dhe të atyre parave të cilat ata i jepnin, ndonin një kupon tatimor, ku të paguanin taksat në fund të fundit të shtetit dhe mos të shkonin ato lekë në xhep sipas një interesi personal. E qartë. Donin që çdo gjë të funksiononte sipas rregullave, sipas ligjeve, sepse janë njerëz të qytetëruar. Pra, kjo ka sjell konfliktin midis administratores, një zonje të nderuar, edhe banorëve të këtij pallati. Ti kur e kuptove që agresori yt ishte bashorti i administratores? Në momentin që unë jam të rrequr për t'i shpëtuar nga duart në trotuar. Në momentin që ke hyrë në pallat, dy banorët që janë dëshmitar? Jo, që kanë qenë në trotuar. Aty unë e kam kuptuar që ishte ai. Dhe më pas dhuna vazhdon edhe në ambientet e pallatit, apo jo? Po, pasi unë kam hapur telefonin, sepse doja të kisha një provë filmike, dhe ai aty unë e vrikos shumë, ai ka kamera plot aty, monitoron çdo gjë dhe më ka marrë telefonin nga dora, më ka të rrequr fort nga dora dhe ka përplasur telefonin drejt disa shkallëve që çojnë në një depo të mbyllur. Ku ka një birë aty, telefoni ra, telefoni u thye, e të tjera me radhë. Drejt depos së mbyllur, për çfarë të dërgoj zonë? Drejt depos, për çfarë të dërgoj? Të mori zvarr? Jo, depoa është në brinj të ashensorit, nuk më ka marrë zvarr drejt depos. Ai ka marrë vetëm telefonin dhe ka hedhur në drejtim të depos që unë të mos kisha mundësi të komunikoja. Qartë, po dy banorët që ishin dëshmitar të kësaj ngjarje të rëndë? Ata qëndruan aty derisa ka ardhur policia. Nuk ndërhyn për të ndarë të konflikt? Ndërhyri sigurisht që ka ndërhyr njëri prej banorëve moshatar, sepse banori tjetër ishte një vajzë studente rreth 18-19 vjeçe dhe nuk mund që të ndërhynte. Po. Dhe për fat të mirë ishte zotria aty që arriti domethënë që të më shpëtonte mua prej tij, sepse mund të kishte ndodhur. Dy dëshmitarët kanë dhënë dëshminë e tyre në policinë e Vlorës? Të dy dëshmitarët okular
Kanë dhënë dëshmi në policinë e Vlorës? Për këtë gjë nuk jam në djeni. Mbas sa kohë është mbërriti policia dhe kush e thirri policinë? Policia ka ardhur me njëherë, Po? jo më shumë se 7 minuta ka qenë. Po? Ka ardhur me njëherë, kam shkuar pastaj vetë në polici që kam bërë denoncimin. Po. Ndërkohë besoj është marrë në pyetje edhe agresori yt, apo jo? Nuk kam djeni. Kur mbriti... Kam kërkuar aty që ai të vinte dhe të ballafaqohesh, Po? por nuk ndodhi. Shiko, Ndërkohë ndryshe ndodhi kur babai im u dhunua prej babait të administratores së vetë shpallur në muajin dhjetor. Në mes të rrugës edhe babi im. Mirë, do dalim tek ajo ngjarje, por më lër të sqaroj ngjarjen e 2 prillit, rreth orës 13:45 minuta, fillimisht në rrugë dhe më pas në ambientet e pallatit, një administratore e vetë shpallur dhe problematika në këtë pallat që kanë të shumta si edhe çdo pallat qoftë në çdo qytet të Shqipërisë, ngjarje të tilla do t'i tregoj edhe unë pas pak sipas përvojës edhe time personale nga këta administrator të vetë shpallur, por dhe ish administrator të cilët në mënyrë të padrejtë ndërhyjnë tek banorët e një pallati, qoftë për rregullimin e ashensorit, qoftë për të paguar pompën e ujit, nëse nuk paguhet pompa e ujit dhe nuk janë as pak transparent, i ndërpritet uji i pishëm dhe UKT-ja, jo më larg se sa java e kaluar, mund të konfirmoj edhe një telefonat timen të drejt për drejt, pasi atë ditë sapo kisha bërë pagesën e rregullt në fakt të përmuajshëm dhe jemi klient shumë të rregullt në pagesa, erdhi një ndërprerje e ujit në mënyrë të papritur edhe në pallatin ku unë banoj. Në fakt dhe duhet të kishim thirrur menjëherë policinë, sepse nuk jam vetëm unë, por janë edhe banorë të tjerë të pallatit, të cilët edhe pse janë klient të rregullt dhe paguajnë muaj për muaj pagesat e tyre, i ndodh dhe jemi përballë kësaj situate të paparalajmëruar, thjesht me një lajmërim që i teket një administratori të vetë shpallur apo të një ish administratori. Mirë, të dalim nga përvoja personale për t'i dhënë zë edhe përvojave të qytetarëve ditën e sotme, se shumë e vështirë bashkëjetesa në komunitet dhe do doja të ndalja pak tek fëmia yt 6 vjeçar. Si e përjetoi duke qenë se ai ka dhe problemet e tij? Po, kjo ishte pjesa më e dhimbshme. Doja shumë që ai mos të ishte. Po ja që vetëm me mua qëndron. Vetëm me mua ndihet i qetë. Ndërkohë nuk ja sigurova dot. Si reagoi ndaj dhunës tënde? Të më falësh. Sepse jam shumë e ngarkuar nga ana psikologjike dhe emocionale për fëmijën tim, jo për veten time. Fëmia e përjetoi shumë keq. Ka uluritur që ai nuk e kupton kur është e mira dhe kur është e keqja. Por aty e kuptoi. E kuptoi dhe vajza që u ndodh aty më tha, të lutem, sepse unë po ulurisja, kisha frikë unë ndaj atij, se mund edhe të më bënte përsëri atë që më bëri. Të lutem, tha. Po terrorizohet ky fëmijë, tha, nga të bërtiturat e këtij zotërisë, ta merr edhe ik. Tash nuk mund të largohem sepse do të vi policia tani. Fëmia edhe tani nuk është i qetë. Qartë. E natën qan fort me gjumë dhe zgjohet dhe më shtrëngon fort. Nuk e di se si do të shkojnë ditët në vazhdim, sepse jam edhe në punë, por që neve të paktën unë e doja një mbështetje psikologjike nga shteti për fëmijën. Qartë. Por nuk ka ndodhur. Nuk ka marrë dikush në telefon edhe të më thotë që a ka nevojë ai fëmijë për një mbështetje psikologjike, jo unë. Po ai fëmijë 6 vjeçar që e ka të gjithë brenda vetes së tij, mund të duket sikur nuk kupton, po kupton më shumë se sa ne që kemi gojë dhe flasim. Pra ai është një fëmijë me nevoja të veçanta, apo jo? Dhe nuk arrin ta shprehë atë që ka përjetuar në 2 prill. Ta thot. Por që ky është realiteti. Mua më vjen keq për gjithçka që të ka ndodhur zonjë, ju treguat një incident që ka ndodhur midis babait, pra e gjithë familja administratores, në rastin tuaj është përfshirë bashorti, në rastin e babait tuaj është përfshirë babai i saj. Sa kohë më parë ka ndodhur ngjarja tjetër? Ka qenë fillimi i muajit dhjetor. I vitit 2025. Po. Ku në rajon
do të shkonte një grup banorësh. Dhe këta banorët kishin dhënë një takim me kryetarin e rajonit Po, për të sqaruar të gjithë situatën. po. Dhe për të treguar që pavarësisht se kryetari i rajonit nëpërmjet një proces verbali ka urdhëruar zonjën e vetshpallur administratore, ajo nuk e ndaloi veprimtarinë e saj. Mami im është e sëmur nga zemra, kishte tension të lartë dhe nuk mund të shkonte. Po, Dhe më tha, mund të shkosh për mua, sigurisht do ta bëja. po. Shkova së bashku me banorët e tjerë të pallatit, debate të forta mes tyre në rajon. Kam dëgjuar shumë, erdhi edhe zonja aty, nuk pranoi, absolutisht, nuk tha kam qenë, tha, nuk jam, tha, e tjera me radhë, pavarësisht se kishte marrë një urdhër që ta ndërpriste aktivitetin. Po. Në fund, pasi largohen të gjithë banorët, qëndrova në zyrë me kryetarin e rajonit për të folur të qetë. Po më dha orientimet e tij se si mund të vepronin banorët që ishin tepër të acaruar, sepse në situata të tilla kuptohet, kur shkon një grup i madh, kanë tendencë që të flasin dhe të nxjerrin edhe atë mblefin edhe dufin që kanë. Se mërzitjen e madhe që ka secili prej tyre. Pasi largohem, shkoj te mami, menim babi në telefon, babi nuk na përgjigjej. Menduam se edhe i moshuar ndodh që mund të shtypi një buton, ka ulur zërin e telefonit, nejse. Babi im ishte dhunuar në mes të rrugës me një saracinesk ose dorez hekuri të themi nga babaja administratores dhe kishte rënë pa ndjenja. Po babi këtë gjë neve nuk na i tregoi. Kemi marrë vesh pas një jave mbasi babi kishte shkuar në polici për të bërë një denoncim për këtë gjë. Aty në momentin që babi është goditur nga babai administratores, ka qenë prezent dhe vetë zonja dhe bashkëshorti i saj, të cilët e kanë tërhequr zvar, pasi babi është përmendur dhe e kanë çuar në zyrën e rajonit ku e priste kryetari i rajonit. Babi ka thënë, më kanë vrarë, ju lutem lajmëroni policinë dhe ambulancën sepse nuk jam në gjendje. Dhe me shumë gjakstotësi, kryetari i rajonit ndoshta ka dashur edhe të shmangi sherrët, ndoshta, po e zbukuroi. Ka thënë, i kërkoni falje njëri tjetrit dhe vazhdoni në shtëpitë tuaja. Sikur të ishin dy fëmijë që kishin bërë një gabim që mund të kalonte shumë lehtë. Po mirë, ne pam foto ekskluzive pikërisht nga dhuna që është ushtruar ndaj babait. A e ka parë policia fotot e dhunës, shenjat e dhunës? Pse nuk shkoi dhe ju drejtua babai yt mjekut ligjor? Po, babi im është drejtuar mjekut ligjor. Po? Ka bërë të gjitha procedurat dhe për rastin e babit, policia ka bërë një punë të jashtëzakonshme të shkëlqyer. Po? Duke e vënë me shpatulla pas murit agresorin, baban e zonjës, nëse mund ta quaj zonjë. Po do ta quaj zonjë. Dhe ai aty e ka pranuar sepse fillimisht nuk e pranonte, thoshte që nuk e kanë bërë, nuk është e vërtet, gënjen. Ai e ka pranuar që e ka dhunuar dhe i është ulur babit në gjunjë dhe ka kërkuar falje, sepse babi im është rritur me të, kur ai ka bërë aksident dhe ka qëndruar në gjendje kome, babi ka qëndruar te koka derisa ai ka hapur syt. Dhe babi nuk e mendonte dot kurrën e kurrës që diçka të tillë mund t'ja bënte shoku. Kur babi im pa kryer të gjitha pagesat, nuk ka lënë asnjë pagesë, pavarësisht se ishin të jashtëzakonshme, ishin të tepërta, ishin tepër abuzive, babi ka paguar çdo gjë dhe nuk ka qenë pjesë kurrë e këtyre konflikteve. Kur, nuk e ka parë kur derën e rajonit, nuk e di. Pra në një farë mënyrë babai juaj e fali ngjarjen e dhjetorit? Babi e fali sepse ka zemër të madhe. Ka zemër të madhe dhe mendoi shumë. Dhe duke thënë dhe ka qenë një moment i çastit. Okej. Po për rastin kush janë masat që ka marrë policia të ngjarjes së 2 prillit? Kush agresori në këto momente? Është ndaluar nga policia? Agresori ka dalë që atë ditë që unë kam bërë denoncimin. Kur unë jam kthyer dhe unë jam befasuar dhe jam bërë më ka rënë qelli mbi kokë për herë të dytë. Kur unë jam kthyer nga mjeku ligjor,
shikoj në rrugë që po ecte i qetë, ndërkohë unë nuk qëndroja dot as në këmbë dhe as ullur. Madje natën e 2 prillit deri në 12 e natës unë kam qenë në spital. Sepse nuk isha mirë. Kanë ardhur për t'ju kërkuar falje gjithë këto ditë, se jemi 4 ditë pas ngjarjes. Jemi 4 ditë pas ngjarjes, kanë ardhur për t'ju kërkuar falje? Jo, nuk e kanë bërë. Jo. Mirë, thash, teksa investigonin për rastin dhe ne shtymë për ditën e sotme, kam mbritur një denoncim në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku një zonjë deklaronte që e gjithë ngjarja është sajuar nga ana juaj, por duke qenë një emision transparent, unë ftoj dhe palën tjetër, sepse po dëgjoj si rrallëherë në transmetimin e sotëm, që bie telefoni si përpara se të hynim në transmetim live, si gjatë transmetimit të live, shumë telefonata vinë nga banorët e këtij pallati. Unë shpresoj që një ndër telefonatat mund të jetë edhe vetë agresori ose administratori e këtij pallati. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare dhe një pjesë të parë në fakt të mbushur me emocione dhe detaje të shumta, kemi shfaqur një video ekskluzive të asaj çfarë ka ndodhur me 42 vjeçare në prani të një fëmie me nevoja të veçanta, 6 vjeçar, është dhunuar kjo e fundit. Ajo dha detaj që është rasti i dytë i përsëritur që nga fillimi i dhjetorit të kaluar 4 muaj më pas, jemi me datën 2 prill, rreth orës 13:45 minuta, rrihet fillimisht në rrugë 42 vjeçaria me profesionin mësuese në një fëmijë 6 vjeçar me nevoja të veçanta dhe më pas në ambientet e pallatit. Gjatë kohës që kemi qenë në transmetim, siç u bëra me dije, në fakt kanë mbritur telefonata si rrallëherë edhe përpara transmetimit të sotëm, por edhe gjatë pjesës së parë, kanë bërritur dëshmi të shumta, më thotë stafi, se këto para administrohen nga njerëz të tjerë në atë pallat, të cilët kanë akses edhe në kamerat e pallatit. Pra, parat që shfaqet dhe regjia ka sjell edhe në fakt foto që mund të mi vendosni përsëri në wall, se çfarë kërkohet për prishjen her pas here të pompës së ujit, të ashensorit të këtij pallati. Dëshmitar të ndryshëm dhe banor kanë thënë që parat administratohen nga njerëz të tjerë dhe jo nga zonja në fjalë, që babai së cilës ka dhunuar babain e 42 vjeçares në fillim të dhjetorit vetëm 4 muaj më parë dhe më pas bashorti. I kemi parë të gjitha pamjet që mund të mi përsërisi regjia në këto momente, ja ku duket zonja e shfaqur me fëmijën 6 vjeçar dhe zotria i cili i afrohet në fakt me kapuç dhe është duke debatuar me zonjën. Megjithatë, në këto momente, thash edhe një herë, 4 ditë ka pasur kohë administratoria dhe bashorti i saj, nuk e di pse së shëmbajtur në polici dhe më pas policia t'i referonte të gjitha materialeve prokurorisë dhe kjo e fundit të kërkonte masën e sigurisë në fakt për agresorin. Kjo është letra, kemi kursyer emrin e teknikut dhe të administratorit pallatit dhe numrat e tyre të telefonit. Banor, kjo është lista e veglave për riparimin e ashensorit, ku listohet është totali i shumës dhe për çdo apartament 50.000 lekë të vjetra në fakt është kërkuar dhe unë nuk e di në qoftë se kam zonjën në këtë lidhje të drejtë për drejtë, prindrit e saj në qoftë se kanë arritur të paguajnë këtë shumë apo jo. Zonjë, më dëgjon? E kam zonjën në lidhje të drejtë për drejtë, ju lutem regjia. Më duket se është larguar zonja, e rimarim edhe një herë zonjën në këtë lidhje të drejtë për drejtë, duhet marrim dëshminë e saj deri në fund, ndërkohë që unë ftoj edhe palën tjetër, administratoren, agresorin, bashortin e saj, por edhe familjar të tjerë të bëhen pjesë dhe të ballafaqohen me këtë zonjë. Atëherë zonjë, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, ju e keni paguar pra pjesën që për çdo apartament ju takon 50.000 lekë të vjetra apo 5.000 lekë të rinj, prindrit e tu e kanë paguar? Po, çfarë ndodhi atë ditë? Pse ishte? Shiko, atë ditë le tregojmë pak transparent. Historia ka filluar më parë. Ju keni dalë me djalin, më duket, për të blerë një patatin aty? Po, unë kam dalë me djalin për të blerë një patatin dhe ndërkohë më priste bashkëshorti në një lokal përballë midis shtëpisë time dhe prindërve të mi. Po. I lë djalin e vogël
bashkëshorti dhe shkoj të blej një patatin për djalin e madh, që ishte tek shtëpia e prindërve të mi. Futem në supermarket dhe përballë në supermarket ishte zonja, jemi qytetar të lirë, do shkojmë, nuk kemi territore të ndara, do shkojmë ku të dëshirojmë. Jemi në përditshmërinë tonë, në jetën tonë normale. Vetëm marr një patatin dhe kthehem për të paguar tek kasa. Zonja ishte përpara meje, po paguante, po kryente shërbimin e saj tek kasa. Zgjas kokën për të parë nëse kasa tjetër ishte e lirë apo ishte dikush te kasa që unë të shkoja të paguaja, nuk ishte një kasiere tjetër, ishte vetëm e kasë që po funksiononte në atë momente në supermarket. Mbarën zonja, më zgjat dorën kasierja, jap patatinën që ta kalonte dhe jap dhe lekët njëkohësisht, nuk pati lek për të më kthyer aty, ndoshta të holla, nuk e di. Dhe zhvendose te kasa tjetër për të marrë të hollat për të më kthyer kusurin. Marr kusurin dhe largohem. Zonja përpara, unë tani ç'të bëja? Të rija të prisja sa të ikte zonja, dhe vazhdoja dhe në rrugën, do shkoja tek prindrit e mi për t'i çuar djalit patatinën. U mundova disa herë që të kaloja përpara saj, që të mos thoshte po më vjen nga mbrapa, sepse të tilla gjërat e di që i mendon edhe i bën, duke na monitoruar edhe lëvizjet në pallat. Mundohem që tashmang të heci përpara saj, nuk munda dot që të heci përpara saj. Dhe në një moment zonja kthehet me fytyrë në drejtimin tim dhe i them, i kam thënë vetëm kaq, mos ki frikë nga unë se nuk të bëj as edhe një gjë. Është Zoti që do marrë jakën e babait tim. Është Zoti i madh. Ne nuk jemi njerëz që vrasim, as pleq, as gra, as burra. Neve jemi njerëz paqësor. Neve jemi qytetarë të nderuar edhe të ndershëm. Dhe kërkojmë që çdo gjë të funksionojë sipas ligjit, sipas rregullave. Çfarë ndodhi në ato moment me zonjën? Kemi dëgjuar dhe zilën telefonike që po e telefonojmë zonjën. Kemi transparent për të marrë dhe dëshminë e saj, pse jo edhe një përballje apo kërkim falje nga ana e saj, nuk e ka hapur zonja, duhet marrë edhe versionin tjetër në fakt për të bërë atë gazetarin që duhet. Po zonjë, çfarë ndodhi në ato momente? Unë pastaja e lash, u mundova të krijoj hapësirën zonjës që ajo të ikte, dhe më pas të vazhdoja unë. Që mos të ndodhesh afër meje as unë, as ajo dhe as unë. Përshëndetje zonjë. Sepse unë e di shumë mirë se çfarë. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, jemi live dhe drejt për së drejti në studio, duke folur për incidentin që ka ndodhur me datën 2 prill midis bashortit tuaj edhe zonjës që po dëgjoni që është në një lidhje të drejt për drejt nga Vlora. Fillimisht ajo tregon që ka nisur. Nuk jam fare zemër, më vjen keq, nuk jam fare në gjeni për çfarë flitet. Atëherë, zonjë, ju jeni administratorja një pallati në Skel, në Vlorë, apo jo? Jo, nuk jam administratore. Si? Nuk jam administratore, të lutem, dhe mos të bezdis, të lutem. A ka qenë bashorti juaj që ka dhunuar zonjën se po nxjerrim pamje sot? Të tëra video dhe dokumenti ka qenë një polici. Mund të kërkoni një informacion nga policia e rrethit të Vlorës. Ju vetë nuk keni asnjë kërkim falje për gjithçka që ka ndodhur, dhe është e vërtet që dhe babai juaj ka dhunuar babain e zonjës në dhjetor? Asnjë lloj gjëje, biles janë për kamera, të tëra gjërat. Qartë, a është e vërtet që këto kamera dhe parate fryra sipas banorëve të pallatit administratohet nga dikush tjetër dhe jo nga ju? Si? Pra, më ka mbritur dëshmi ditën e sotme që nga banorët të pallatit dhe jo vetëm, që parate ashensorit që ju kërkoni her pas here, parate pompës së prishur her pas here, dhe kamerat administratohen nga njerëz të tjerë dhe jo nga ju. Zemër, në rast të parë, hajde na merrni nga një informacion të tërë ne si banor. Në rast të parë. Po pra, po unë po marr informacione edhe përpara emisionit nga banorët e këtij pallati që është në konflikt prej shumë kohësh dhe se kuptojmë pse. Nuk janë të vërteta këto zonjë. Po tani dëshmitë që na vinë neve si janë?
Nuk janë të vërteta, kamerat janë në polici. Të gjitha kamerat, e përparme dhe të mbrapshme. Pra, zonja është dhunuar apo nuk është dhunuar, se ne shohim pamjet e rrugës? Janë gënjeshtra. Jo, nuk është janë gënjeshtra. A jeni ju zonja që keni dërguar ditën e premte në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur që këto janë gënjeshtra, çfarë flet zonja në fjalë? Nuk jam fare në këto. As në rrjetet sociale, as nuk jam fare përfshirë zëmër. Nuk jeni përfshirë juve? Jo, nuk jam përfshirë fare. Një zotëri me kapuç që i afrohet zonjës së bashku me fëmijën 6 vjeç. Mund ta shikoni në News 24, hapeni televizorin dhe mund ta shikoni. A është bashkëshorti juaj? Si? A është bashkëshorti juaj? Jo, zëmër, jo. Nuk është bashkëshorti juaj ai me kapuç? Nuk jam e përshirë në përjetë sociale. Zonja, hapeni ke televizorin ke News 24. Unë jam në punë me zonjë, nuk dori tek televizioni, apo tek Facebook. Atëre, me datën 2 prill jeni takuar në një supermarket me zonjën? Po tani unë po dëgjoj zërin tim që ju kthehet mbrapsht, zonjë. Nuk mund të t'ju jap dot më tepër, jam në punë. Unë po dëgjoj televizorin dhe zëri im kthehet mbrapsht, ju po më dëgjoni drejt për së drejti. O zëmër, unë jam në rrugë, nuk jam as në Je në rrugë. Pra, e ke parë me datën 2 prill zonjën në fjalë apo jo? Po, e kam parë zonjën në fjalë. Ka pasur një konflikt midis jush e dashur. Provokuese. Çfarë ju ka thënë? Me që ka qenë provokuese, çfarë ju ka thënë? Unë jam në rrugë, zonjë. Dhe çfarë ju kanë thënë? Po të kthej goxha përgjigje. A është babai juaj që ka dhunuar babain e zonjës në fillim të dhjetorit? Jo, nuk është babai im. Nuk është babai juaj? Jo, absolutisht. Po mirë, duke qenë se jetoni në një pallat, keni shkuar për të kërkuar falje zonjës? As babai im, po të them, nuk është dhunuesi asaj zonjës dhe i babait asaj që ajo pretendon, dhe as burim nuk është dhunus. Këto kamera janë në rajon, në atë komisariatin e Vlorës. Pra ju nuk ndjeni të kërkoni një falje kësaj zonje? Nuk jeni të përfshirë në këtë incident? Falje apo ajo mua? Që po bën kallëzime të rremta dhe po bën gënjeshtrime. Më falë, jam unë e kërcënuar nga atyre zonjave, jo unë. Pra, kjo zonjë por bën një kallëzim, jo vetëm në polici, por edhe publikisht të rreme. Kallëzimin e çfarë të doja jo. Unë ndjen e kërcënuar ndaj atyre të dyave. Ke kërkuar urdhër mbrojtje zonjë? Jo ata mbi ne. Ke kërkuar urdhër mbrojtje? Po, kam kërkuar, jam duke e marrë urdhër mbrojtje nga policia e Vlorës. Je duke e marrë, në fakt jepet urdhëri menjëhershëm i mbrojtjes dhe policia duhet ta kishte dhënë në momentet e para, por gjykata që vendos urdhrin e mbrojtjes gjithsesi. Unë të kërkoj ndjes për shqetësimin, në qoftë se dëshironi të jepni versionin tuaj, unë për transparencë ju mora ditën e sotme. Faleminderit. Faleminderit dhe ndjes për shqetësimin. Lidhem drejt për së drejti edhe një herë me 42 vjeçaren, nuk e di regjia në qoftë se zonja, po. Atëherë, si e shpjegoni gjithë faktin që ajo thot, ne ndjehemi të dhunuar, ne kemi kërkuar urdhër mbrojtje, asgjë nga ju sa treguat nuk është e vërtet. Unë nuk mundem ta gjykoj, nuk as perëndi ta gjykoj këtë gjë. Fjalët e saj nuk e di të mohoj, unë jam dhunuar, unë jam mbytur, unë jam kërcënuar, babai im është dhunuar dhe këto janë të gjitha letra në polici, çdo gjë në polici, gjithçka është e mjeku ligjor dhe zonja mohon dhe ekzistencën e bashkëshortit të saj nuk arrin të njohë bashkëshortin e saj. Ajo thot kamerat e sigurisë, duket kamerat e pallatit. E keni vetëm ju dhe policia e shtetit këtë filmim nuk e ka marrë pavarësisht se unë e kam orientuar. E qartë, ndoshta ajo flet për kamerat e pallatit aty ku ka ndodhur dhe incidenti i dytë në pak minuta. Ja, menaxhohen nga zonja. Po, menaxhohen nga zonja, po banorët e pallatit në fakt tregojnë që menaxhohen nga njerëz të tjerë. Edhe parat në fakt edhe kamerat. Nuk e di, nuk jam në dieni, ndoshta janë disa miq të zonjës që e kanë pohuar këtë gjë, por unë do t'ju vë juve, jo vetëm unë, po të gjithë banorët e pallatit, do t'ju vën letra me firmë, proces verbale të mbajtura nga rajoni, të cilët kanë urdhëruar. I kam disa nga letrat unë. Për cilën edhe po flasim për ndërprerje të aktivitetit. A është kjo diçka e pamundur? Në qoftë se zonja nuk do të ishte administratore, si mund të urdhëroj për ndërprerje të kësaj veprimtarie? Mirë, unë kam në fakt më komunikon stafi her pas here në kufje që vinë në materiale të shumta deri në këto momente nuk më kanë mbritur ende.
por gjithsesi do të jemi transparent se me sa duket situata është shumë e vështirë në menaxhimin e këtij pallati midis banorëve dhe administratores. Më vjen keq që e përmend zonjën në fjalë, por edhe personave të tjerë që mund të fshihen pas zonjës. Megjithatë thash edhe një herë, ditën e premte duhet ishim bashkë live, sapo kishte ndodhur ngjarja e kemi shtyrë për ditën e sotme, për vetë faktin se na mbriti nga rrjetet sociale një dëshmi e cila thoshte që faktikisht ju gënjeni ashtu siç ka pretenduar edhe zonja gjatë këtij ballafaqimi. Përpara se ta kemi edhe tablon sa më të qartë të gjithë ngjarjes, do doja të kaloja pak në anën emocionale të gjithë kësaj ngjarje me psikologen ton Irina Shana. Irina, deri në këtë moment kemi dëshminë që ne për të bërë një gazetari të vërtet duhet marrim edhe dëshminë e zonjës administratore. E kemi telefonuar pasi këta të fundit, edhe pse po na shikonin live, ende nuk po na telefononin, ne kishim siguruar një numër telefoni, e telefonuam dhe dëgjuam dëshminë e saj. Në fakt ajo nga agresioni thot ne jemi viktima, nuk e di kush është personi që është afruar zonjës së bashku me fëmijët, por këtë video thot e ka dhe policia, 42 vjeçaria e dëmtuar tashmë, se provat i kemi të gjitha të zonjës, duket në qafë se si është e gërvishtur, por kemi dhe dhunën që i është ushtruar babait të saj. Ndërkohë që edhe zonja thot që pamjet i merret në administrim policia e Vlorës, si duket janë kamerat e pallatit ku ka ndodhur ngjarja për herë të dytë, po me datën 2 prill. Atëherë, versioni juaj mbas këtij ballafaqimi. Eviz, do doja të nisja fjalën time me një bindje personale, paqësa profesionale shumë të fortë, gati të absolutizuar. Asnjë shoqëri nuk mund të ndjehet e sigurt nëse gratë e saj nuk ndjehen të tilla, pra të sigurta. Sepse siguria nuk është luks i ofruar, por është një e drejtë thelbësore, e drejtë themelore e një qënjeje humane. Një ngjarje me pamje tepër ngjethse, e biseduam edhe për gjatë publicitetit një nën 42 vjeçare që endet për të mbaruar punët e saj dhe në praninë e një fëmije të mitur, në praninë e një 6 vjeçari me nevoja të veçanta, nuk mund të atakohet. Është një tronditje e thellë emocionale për atë si nën, është një pasiguri, është një kanosje, është një akt i pa precedent, i pa motivuar, i papritur që i rrezikon jetën, që i ngjall ankth, që jep gjendje hipervigjilence, sepse është në pritje të një sulmi të mundshëm, për më tepër që ka qenë një incident dhune që ka përshkallëzuar, pra spiralja nuk është ndalur vetëm tek sulmi verbal, tek fjalët e pahishme, të paduhura ndaj nënës 42 vjeçare, po ka patur sulm fizik dhe më tepër ka patur, pra dhe më pas është vijuar me ndjekjen e viktimës në këtë rast. Pamjet ishin shumë të trishta dhe më vjen keq veçanërisht për atë fëmijë që ka parë një episod shumë çorientues për shpirtin e tij, për sytë e tij, sepse të shohësh që nëna jote dhunohet, fyhet, është goxha traumatizuese për një të mitur. Mirë, në fakt duhet të dalim në hapësirën e dytë publicitare se jemi të detyruar, por i them edhe zonjës administratore që ne në fakt për qenë etik kemi mbuluar numrin dhe emrin e teknikut të ashensorit, emrin dhe numrin e zonjës në fjalë. Megjithatë pas pak ne zonjës do t'i dërgojmë në qoftë se është firma e saj, emri i saj dhe numri i saj i telefonit, sepse e mohoi pak më përpara që tjetë ajo e përfshirë në të gjitha kërkesat që për administratimin e pallatit duhet në fakt edhe
firma, edhe lekët që duhen grumbulluar nga banorët, ne kemi edhe kush nga banorët emrat e tyre, por nuk mund të japim në transmetim të drejt për drejt i ka paguar dhe kush jo, për të gjitha këto që mohoi zonja në këtë pjesë të dytë, ne do t'i dërgojmë të gjitha provat që kemi dhe më pas ajo le të vendosen në do të flasi, apo jo me mua, apo edhe të shfaqsohet siç u shfaqsua nga telefonata e dytë që ne i bëm asaj dhe thirrjen që i bëm nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, të ndiqte dhe video në qoftë se ishte bashorti ai me tuta të zeza dhe me kapuç, duke qenë se zonja thotë që të gjitha videot i ka në fakt policia, ndoshta i referohet vetëm videove dhe kamerave që ka siguruar në pallatin ku ajo është administratore. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit. Të përfundoj komentin e saj psikologja Irena Shana, një ngjarje e mbushur plot emocione, e treguar dhe e rrëfyer nga 42 vjeçaria e cila u dhunua nga një person pamje ekskluzive, të cilat i kemi ndjekur drejt për së drejti në fakt ditën e sotme në prani të një fëmije me nevoja të veçanta vetëm 6 vjeç. Tu do ndalojmë bashkë Iren për të folur jo vetëm për fëmijën, por njëkohësisht në fakt edhe për zonjën 42 vjeçare se pati një rrëfim në fakt shumë emocional. Shumë e vërtet, përpara se të ndalemi tek profili psikologjik i agresorit apo i viktimës dhe tek ndikimi që pati ky incident dhune tek fëmia i mitur, unë e përgëzoj zonjën që ka ngritur zërin dhe e ka denoncuar këtë rast të shëmtuar dhe të përshkallëzuar dhune, të përsëritur dhune, sepse ngritja e zërit është reagimi që e mbron atë në cilësinë e viktimës, ndërsa heshtja favorizon agresorin. Kështu që ka bërë veprimin e duhur. Zonja me qytetarinë e saj, me përullësinë e saj, e ka gjykuar që fillimisht t'i shmanget konfliktit dhe të kallëzoj me njëherë, pra të denoncoj, të telefonoj organet policore. Live nga personi drejt për drejt, nga administratorja pallatit, ndërkohë që unë i kam dërguar çdo provë të mundshme ku gjendet emri i saj, numri i telefonit, i teknikut dhe të gjitha shkresat që vetë banorët e pallatit më kanë vënë në dispozicion. Kjo është një dinamik ngjarje ende e pasbardhur, ende në zhvillim. Ne ajo që shpresojmë dhe dëshirojmë, administratore, nuk është e vërtetë që i kanë bërë ato shkresa. Ku gjendet emri i saj? Por për arsye etike ne nuk e kemi dhënë, se edhe mund ta japim për transparencë. Po ndërkohë që ne prisnim një kërkim ndjese që është gjesti më minimal, gjesti më njerëzor, sepse ne nuk mund të zhvishemi nga humanizmi, ne nuk mund të zhvishemi nga empatia, sepse ishte mjaftueshëm rasti, pra incidenti i dhunës, që ishte një tregues shumë i fortë i mungesës e empatisë. Nga zonja prisni një reagim më qytetar, më bujar, më përullës. Do kthehem pas pak, mënyrën se si është ndjer ajo e provokuar dhe si ka vijuar ngjarja, se ishte në kontradikt me atë që tha, por ka mbritur telefonata e parë për ditën e sotme nga një prej banorëve të këtij pallati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që telefonuat. Çfarë do deklaroni ju sot në lidhje me këtë incident që kemi trajtuar? Edhe unë jam një nga banorët e pallatit dhe ajo zonja administratore që thot që nuk kam qenë dhe nuk jam administratore, janë të gjitha të dokumentuara fletat që ka vënë ajo, që mbledh shumat. Të gjitha fletat janë me firmën e saj, me vullën e saj, dhe ajo mos të mohoj asnjë gjë, sepse aty që ndron e keqja te gënjeshtra, te mashtrimi, duke dhunuar njerëz, duke kapur përfyti njerëz, duke dhunuar një 71 vjeçar, që e di shumë mirë, ato janë të dhëna dhe në polici, edhe zotëria në fjalë fali, sepse nuk donte konflikte. Atëherë, mund të pyes diçka zonjë, a është kjo administratorja e vërtetë e pallatit apo ka njerëz të tjerë? Ajo është e vetë shpallur, ka 7 vjet. Po pra, kush e administrator?
Po, më thuaj? Administron pallatin. Është zonja apo ka njerëz të tjerë pas? Nuk ka, kjo ka qenë, prej 7 Sa vite ka që është ndërtuar ky pallat? Po, kjo direkte ka marrë këtë, se ka ardhur e para në Sa vite keni ju aty? Sa vite keni? 7 vite. Në këto 7 vite, ka marrë më vonë. ju e keni likuiduar ashensorin dhe pse si ka mundësi një ashensor prishet në këto 7 vite? Kaq shpesh? Ose pompa e ujit? Prandaj, ne unë gjitëm në ashensor dhe për 10 minuta ashensori është takuar dhe ka ndalë 10 vegla të prishura. Ato që thot zonja dhe duen 2.650.000, po si këto afishe ka 8 vjetë, ne nuk duruam më, edhe nuk mundet të durosh. A janë shlyer kompanisë ashensorit lekët për vendosin e ashensorit apo jo? Urdhë? Kompaninë e ashensorit, kur është vendosur ashensori në pallatin tuaj prej 7-8 vitesh, është shlyer apo jo? Është marrë zonja me këtë punë. Pra ne nuk e dim në qoftë se kompanisë e ashensorit janë shlyer parat apo jo? Nuk e për këtë. Po si ka mundësi që një ashensor prej 7 vitesh dëmtohet kaq shpesh? Nuk është cilësor, nuk janë shlyer parat? Shkuam në rajon që të kërkonin ndihmë nga rajoni, që na ishni atë, sepse kështu po ndodh, edhe të vjet një administrator i licencuar nga bashkia. Kjo nuk ndodhi, po përkundrazi, zonja ishte pasi dokument dhe u pajis me një certifikat nga këto, me një certifikat trajnimi. Dhe qatë ditë që ka marrë certifikatën e trajnimit, qatë ditë i ka vënë gjitha fishe dhe kërkonte këto shumat që... Si e mësua t'ju ngjarjen e 2 prillit, e 4 ditëve më parë? Për ngjarjet e 2 prillit janë shënua, janë dëgjuar, ulurima nga lartë, po thamë kush e di e kështu dhe nuk dolëm. Nuk dolëm. I din të gjitha këto, se qa ka ndodhur... A është dënuar 42 vjeçarja në prani të fëmijës 6 vjeç me aftësi ndryshe? Patjetër. Pamjet e tregojnë shumë qartë. Qartë. Mirë zonjë, unë të falenderoj. 71 vjeçari, që ende 4 ditë, deri më sot nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, sepse ata janë njerëz me reputacion, janë njerëz të ndershëm, janë njerëz të rregullt, që nuk është dëgjuar fryma kurrë në pallat. Janë edhe në ato listat, është dhënë paraja. Faleminderit zonjë që kisha këtë dëshmi ekskluzive të drejtë për drejtë nga ballafaqimi. Janë dëgjuar ulurima poshtë në ator, janë dëgjuar ulurima poshtë të hyrja e pallatit. Edhe ka dhe dëshmitar. Qartë, faleminderit zonjë se ka që shkoha televizive, të falenderoj për këtë dëshmi të drejtë për drejtë, mbas ballafaqimit të 2 palëve. Faleminderit shumë. Faleminderit Iren. Ishte shumë e nevojshme dhe shumë ndihmuese kjo dëshmi e zonjës. Vërtet shumë faleminderit dhe bërni shumë mirë që na bëni me dije se ç'ndodhi dhe ti shkojmë të vërtetës deri në fund, sepse heshtja vetëm e mbyll këtë ngjarje, e lë në harres. Reagimi juaj i fortë është ai që zonja është dënuar, është një familje ashtu si edhe ju e paraprit. Familje qytetare, po, e vërtet se kontradiktore zonja, është kjo familje që duhet na kërkoj faljen e thot, nuk ka incident të dhjetorit dhe në incidentin e tanishëm thot, unë jam ndjerë e provokuar dhe ajo duhet të më kërkoj mua falje. Po për çfarë është ndjerë e provokuar zonja dhe kush e ka dënuar më pas zonjën? Pse flasin këto pamje, të mohosh edhe bashortin në qoftë se është, se i kërkoj ndje zonjës. Jo, nuk kërkoj të prononcohi, nuk ishte mohim, thjesht nuk kërkoj të prononcohi më gjatë. Ju i keni pamjet, nuk është, unë e pyeta, ky personi me kapuç, a është bashorti jot apo jo? Zonja pretendonte që nuk ishte duke na ndjekur, pretendonte, sepse u dëgjua qartë azi që ishte duke parë videot, pamjet filmike, duke na dëgjuar më së miri. Mirë po, nuk dua të ndalem tek pazotësia e zonjës për të kërkuar ndjes. Më tepër se sa tek zotria, tek personi agresor dhe pikërisht tek profili i tij. Më duhet ta bëj këtë lloj psikoedukimi, këtë lloj ndërgjegjësimi, sepse duhet u vim në mbrojtje e viktimave. Pra ne flasim për pasojat, ne flasim për shenjat e të qenit një viktim dhune,
flasim për pasiguri, flasim për traumatizim, por duhet të kujdesemi që të mos normalizojmë dhe të mos injorojmë as edhe një lloj forme kërcënimi, t'i marrim më seriozisht edhe të reagojmë. Kërkoj ndjesë Iren se nuk është një emision do si do kjo, të paktën duhen dëshmi të drejtë për drejta. Po pra, po nuk më ka folur ende avokati, ndërkohë që kam shumë telefonata e thash, edhe përpara emisionit, por edhe gjatë transmetimit dhe kemi shtyrë për një tjetër kohë siç është kjo, prandaj të kërkoj ndjesë, kam mirë kuptimin tënd. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonja Erdis, ju falenderoj shumë për emisionin tuaj. Unë jam emigrante këtu në Greqi dhe jetoj në atë pallat, kam një hyrje dhe kemi pasur shumë probleme në atë pallat aty. Ndoshta i dini dhe ju pak ka shumë probleme që janë krijuar me një zonjë që është vetë shkruar administratore atij pallati për përfitimin e saj personal. Kemi vajtur kudo në çdo zyrë, nuk kemi gjetur asnjë lloj zgjidhje dhe gjithë strumullari i kësaj gjëje është rajoni i lagjes 1 Maj, të cilët nuk na kanë dhënë asnjë lloj zgjidhje. Do me thënë, kemi vajtur tek rajoni, i kemi ndjekur të gjitha instancat e qytetit të Vlorës me radhë dhe asnjë lloj zgjidhje derisa këto gjëra kanë përfunduar në vrasje. Unë kam frikë të vi në qytetin tim të Vlorës, në hyrjen time, sepse nuk ndihem e mbrojtur, ndihem komplet e zgënjyer. Kam vajtur personalisht tek rajoni dhe asnjë zgjidhje. Na ka kërcënuar personi aty, i ka thënë burri tim do të thyej dhëmbët dhe kryetari i rajonit Donald Bleskaj nuk ka marrë asnjë lloj mase. Plus tani persones vajzës personit që e kanë dhunuar i mbytën. Çfarë duhet më? Çfarë të dhëna duhen më? Shifra të pallogaritshme të zonjës që vën në pallat, aty të tabela. E qartë. E qartë, zonjë, më vjen keq për situatën. Me kamera, ju lutem të ishen kamerat, përse do vi unë të më shikojnë mua lëvizje time, ku do vete. E qartë. Kamerat vjen në institucione, nuk vjen brenda në pallat, me çdo drejt, me cilin urdhër i ka vënë zotërit. Prandaj e bëm këtë emision sot, jo vetëm për të... Na ishte boljeri i pallatit me vinç, me çdo drejt. E qartë. Kur të heq këtë boljer, a u mblodhën banorët për këtë boljer? U hoq boljeri që mbante me tonelat ujë. Plus kanë vënë banorët boljera personal. Depozitat e ujë. Pa ujë, zotërin kishin ujë. Unë shpresoj të kemi reagime institucionale mbas transmetimit të sotëm. Faleminderit zonjë. Dhe asnjë mas nuk është marrë. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe për telefonatën tënde jashtë kufimeve të Shqipërisë. Ta kuptoj administratorja që kemi telefonata të drejtë për drejta që dëshmojnë dhe janë në mbështetje të 42 vjeçares, nuk e di nëse e kam në lidhje 42 vjeçares se do doja të mbyllja emisionin në fund me zërin dhe me apelin e saj. Avokat, jemi përballë kësaj situate. Ju kërkoj ndjesë, ndoshta keni folur më pak se ç'duhet, por ka një zhvillim të temës së sotme. Kjo temë duhet trajtohet me panësi duke parë balancën e interesave mes palëve. Natyrisht, personi që ka ushtruar dhunë duhet përgjigjet përpara organeve të drejtësisë për dhunën e ushtruar. Nëse ka bërë me qëllim marrjen apo rritjen e shumës së parave, duhet përgjigjet, domethënë, për shtrëngim për dhënie parash, që është një vepër tjetër penale, ndërsa për elementin e vendosjes duarve në fytin e zonjës, ai duhet përgjigjet edhe për tentativë për vrasje, që është një vepër penale parashikuar nga Kodi Penal. Pra, kjo pjesë i takon prokurorisë dhe organeve të hetimit që të marrin masat e nevojshme për ta hetuar dhunën, e cila është e papranueshme, sidomos kur ndodh në prezencë të një fëmije. Për sa i takon motiveve apo shkaqeve pse ka ndodhur kjo dhunë, rezulton që ka ndodhur në një marrëdhënie të fshehtë të një administrimi të një pallati, ku detyra e administrimit përdoret për gjoba. Avokat, kërkoj ndjesë, por babai i zonjës është në lidhje telefonike. I dhunuari sepse është mohuar kjo dhunë. Alo, përshëndetje, zotri.
është larguar. Sa po telefonata të jetë gati, ma jepni të kërkojmë ndjes. Avokat do t'ju ndërpresër pasere. Ka mirë kuptimin, falemderit shumë falemderit. Avokat? Pra, përsa i takon detyrës si administratore, du të kemi parasysh që administratori vendos edhe gjoba, por mund të kryej edhe veprime arbitrare gjatë kryerjes detyrës tij. Dhe normalisht mund të jetë edhe në kushtet e ushtrimit të padrejtë të një detyre apo funksioni i cili parashikohet me ligj. Një pallat i cili është i ndërtuar përmban sendet në pronësi individuale dhe sendet në bashkëpronësi, disa pjesë të pallatit janë në bashkëpronësi të detyrueshme, ndërsa pjesa tjetër është në bashkëpronësi në pronësi personale ose në bashkëpronësi të pronarëve të tjerë. Gjithë ky proces kërkon disa shpenzime, disa janë shpenzime të zakonshme, disa janë shpenzime të jashtëzakonshme, dhe du të ndahen shumë, dhe më thënë, edhe sendet kryesore me sendet aksesore. Pra sendet kryesore ato që i përdorin gjithë dhe sendet aksesore ato që nuk i përdorin gjithë. Në këtë raport du të vendosen edhe tarifat e mirëmbajtjes apo rregullat për administrimin e pasurisë. Tashti, nevoja që marrëdhëniet shoqërore të trajtohen në mënyrë shkencore, si psikologjike, si juridike, ashtu edhe ekonomike, është evidente. Pra, nuk mund t'i trajtosh në mënyrë budallëqe dhe mund të marrësh një certifikat edhe të shesësh mend që jam administratori, e të vendosësh gjoba, të dhunosh njerëzit, t'i vendosësh përpara përgjegjësisë. Pra, du të ketë, domethënë, diçka shkencore në gjithë këtë sjellje. Pra, çdo person që është administrator pallatit këtë du ta kuptojë, që du të ketë edhe rregullat ligjore, edhe rregullat psikologjike, po edhe anën ekonomike, sepse janë të tre, domethënë, elemente që do përputhen me njëri tjetrin. Administratori nuk mund të bëjë një vetvendosje, pa i mbledh të gjithë banorët dhe të bien në një konsensus. Do flasim për ligji për administrimin e bashkëpronësisë, që u supremu nga ligji për bashkëpronësinë 2024. Parashikon mënyrën e zgjedhjes së administratorit. Administratori nuk zgjedhet vetvetiu. Ai vjen si rrjedhojë e një diskutimi mes pronarëve të pallatit. Mirë, po këta pronarë duhet të jenë të regjistruar në zyrën e regjistrimit pasurive të palujshme dhe nëse nuk janë, atëherë detyrën për të caktuar administratorin e ka shoqëria ndërtuese dhe ndërtuesi i cili ka kryer veprimtarinë. Ndoshta jemi përballë këtij fakti, të paktën sipas analizës dhe fakteve që unë kam. Jo të gjithë banorët mund ta kenë certifikatën e pronësisë. Tashti nëse të gjithë banorët, nëse nuk e kanë certifikatën. Është një pallat prej 7-8 vitesh. Atëherë, pallatet e reja të cilat janë ndërtuar edhe nuk janë të regjistruara 100% në zyrën e regjistrimit të pasurive të palujshme, gjithë përgjegjësia për administrimin i bie ndërtuesit, i cili ka ndërtu pallatin. Dhe ky person mund të jetë vetë administrator ose mund të caktojë një person tjetër me vendim. Por nëse ky ka bërë shitje apo ka kryer domethënë veprime, duhet të tregohet i kujdesshëm sepse thash duhet kemi si rregullat juridike, ashtu rregullat psikologjike, ashtu edhe rregullat ekonomike, morale dhe gjithçka tjetër shoqërore, gjithçka. Tashti do kthehemi në fillim, cila ishte balanca e interesave? Ne kemi persona që kanë vdekur në ashensore, ne kemi persona që kanë vdekur në ambientet e përbashkëta për shkak të mosrregullimeve, për shkak të rënjes vazove, për shkak të rënjes së balkoneve. Pra, kemi fatkeqësi në njerëz që nuk llogariten me 265.000 lekë treja, domethënë që kërkohen aty. Pra, ka një farë balance në gjithë këtë llogaridhënie. Diçka tjetër është që administratori i pallatit nuk është një punë e thjeshtë. Ky person mund të shkojë në burg nëse nuk kryen detyrën, nëse nuk mirëmban ashensorin, nëse nuk mirëmban ambientet e përbashkëta, nëse nuk ka tërheq vëmendjen e duar për sa i takon rreziqeve, edhe mbi të gjitha nëse nuk mban aktive mjetet kundra zjarrit. Pra është ligji parashikon jo vetëm gjob për administratorin, por edhe burgim nëse ka një ngjarje apo fatkeqësi për shkak të këtyre pasojave. Administratori i pallatit do kujdeset për lidhjet e internetit, për ujërat e bardha, për ujërat e zeza, për banjot, për shqetësimet, për zhurmat, dhe një kategori tjetër shqetësimesh që sjell domethënë bashkëpronësia detyrueshme. Pra atje është në një pallat, nuk është në një luks i madh, thojza. Vërtet kushton 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 euro metri katror, por bajetesa aty lidhet edhe me kosto të tjera, të cilat duhet përballohen nga personat. Pra, ne trajtojmë problemin e një administratori i cili është me një pallat ndoshta të paregjistruar ku i takon sipërmarrësit, por nëse pallati është i regjistruar, atëherë 1/3 banorëve të pallatit kanë të drejtë
që t'i drejtohen, që të mblidhen edhe të caktojnë mbledhjen e asamblesë së pallatit. Ku mblidhen të gjithë bashkëpronarët, të cilët mund t'jenë prezent, mund t'jenë jashtë shtetit, dhe nëse nuk bëhet një quorum i tillë, atëherë duhet t'i drejtohesh njësisë bashkiake dhe vendit ku ti jeton, në mënyrë që qoftë edhe një pjesë e vogël e pronarëve të kërkojnë që të bëjnë një mbledhje poshtë quorumit edhe të caktojnë një administrator me dëshirën e tyre. Pra, deri në 4-5 bashkëpronar në fundit, nëse janë në përputhje me rregullat, me ligjet dhe kanë ndjek të gjithat procedurat në mënyrë transparente, mund të caktojnë administratorin e pallatit. Tashti, administratori i pallatit është profesion që duhet paguhet dhe normalisht nuk është se po përfiton nga ato shifrat që njerëzit gjykojnë e paragjykojnë. Po, është shumë e drejtë që një administrator pallati mund të ketë një pompë që e blen 150.000 lek të vjetra edhe e regjistron për 2 milion lek. Po në këtë rast ky bën vjedhje dhe është një hajdut i rëndom. Dhe kjo gjë është diçka domethënë që zgjidhet, sepse çdo gjë duhet argumentohet me faturë dhe është i detyruar që të paraqesë argumentimin e shpenzimeve që ka kryer. Avokat, kam mbritur një telefonat, një tjetër banor që është kërcënuar të paktën siç më thotë regjia në këto momente, të kërkojnë ndjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po zotri, kush jeni? Jam një banor i pallatit, po nuk jetoj në atë pallat. Po vetëm kam hyrjen atje. Po. Edhe për problemet që kemi pasur me atë, veçanërisht me shoqen e tij, domethënë që ka luajtur rolin e administratores. Unë personalisht jam kërcënuar nga ai. Kur era me pushime në Vlorë, në Bear, bashkë me 2-3 komshinj të tjerë të pallatit, shkuam tek kryetari i rajonit. Po. Në radhë parë, kryetari i rajonit bëri një gabim që mori zonjën në telefon për cilën neve u ankuam, edhe për 5 minuta na erdhi zonja me gjithë shoqin atje, edhe kur neve po kërkonim llogari zonjës për shumat e lekëve që kërkonte në mënyrë pa drejtë, pa fatura, pa asnjë gjë, ai zotëria më kërcënoi do të qelloj me grushte, do të djega zyra. Brenda rajonit policisë. Brenda rajonit policisë. I thash edhe zotit Donat Leska, i cili ka ai bashkë me një kolegun e tij, ai që do ty nuk vajton asnjë lloj qëndrimi, i thash si sot turpi në zyrën e shtetit. Ky person më kërcënon mua. Videon ton live e keni parë ditën e sotme, personi me kapuç. Është bashorti i zonjës, administratores pallatit? Kemi nxjerrë një video ekskluzive të datës 2 prill, ku është dënuar 42 vjeçarja me fëmijën. Po. Tani, do doja të dija, personi me kapuç që i afrohet zonjës dhe fëmijës, a është bashorti i administratores apo jo? Se administratorja e mohoi. Për masave turpore është 100% ai. Është 100% ai. Faleminderit se jam në fund, faleminderit për këtë dëshmi, me sa duke do merrem më shumë me këtë ngjarje. Edhe duhet të mbaj qendrim, edhe rajoni edhe bashkia. Patjetër, prandaj po bëjmë. Duhet patjetër bashkia të gjejë një administrator në pallat që të shmangi sherret edhe gjakderi që do bëhet atje. Shpresojmë që jo, të mos ndodhi kjo e fundit. Faleminderit për shëndes, faleminderit. Avokat, brenda në rajonin e policisë, thot zotëria tjetër. Nuk banoj më në atë pallat, kanë hequr dorë nga pallati, kupton? Të blesh një pronë me shumë sakrifica ne e dim. Tashmë dhe te që është dorë, njëra është jashtë, tjetra jeton aty, dëgjuam ulurima, tha, me datën 2 prill. Zotria tha, nuk po jetojmë aty, se jam kërcënuar brenda rajonit policisë, tani kjo është e pafalshme. Për të trajtuar problemin, thash, nuk mjafton vetëm dëshmia apo pjesa e deklarimeve që japin banorët që jetojnë, por duhet shikohen edhe letrat e pallatit, sepse ndofta gjithë kjo situatë vjen për shkak të mosveprimeve të subjektit ndërtues. Qartë. Unë të falenderoj avokate, e di që doje të flisje pak më tepër, së bashku edhe me... Po, shumë gjatë desha të flisja, sepse është një situatë unë ju premtoj që do ta rikthej këtë çështje se ka shumë dëshmi. Ndalon... Pra, ka persona të tjerë të cilët duhet të dëshmojnë. Po, avokat. Një apel të fundit, kisha edhe Nëse ne trajtojmë kohën e duhur, mund të shmangim ngjarje tragjike, mund të shmangim vepra penale të cilat dënohen edhe nga legjislacioni penal edhe kosto shoqërore. Shikoni, nuk dëgjuam as babain e zonjës, kështu që babai i zonjës është një emision më vete, së bashku me zonjën, dhe unë jam e gatshme nëse ju jeni të lirë në këtë fashë orari, duke qenë se jeni të impenjuar, mund të vini dhe të bëheni pjesë të kemi edhe dëshminë e personit i cili ka ushtruar dhunën, se çfarë deklarimesh ka dhënë për organit të policisë. Po pra, prandaj e pyeta zonjën, por ajo nuk donte të ishte. Nuk e dim, a do sigurojmë numër të zotrisë apo jo? Unë të falenderoj avokat. Në mënyrën se si është ka ushtru, do të thotë, ndofta them, gjithmonë, sepse duhet shikohet. Megjithatë shenjat mbeten shenja. Shenja mbeten shenja. Faleminderit. Irena,
Mesazhi im si psikologe për gjithë banorët e prekur, por edhe për të gjithë ndjekësit është ky: të mos normalizoni asnjë lloj akti dhune, sado i vogël apo banal është në dukje. Dhe kërkoni menjëherë ndihmë dhe mbrojtje. Po. Faleminderit të dyve për prezencën në këtë studio. Nuk e di nëse e kam zonjën 42 vjeçare për të bërë apelin e fundit. Zonjë, më dëgjon? Po. Ne nuk është dita... Kam dëgjuar gjatë gjithë kohës. Po, ne nuk është dita e fundit, kjo është e para në fakt. Unë falenderoj jo vetëm ty, por gjithë solidarizimit të banorëve të atij pallati, vini nga drejtime të ndryshme, të gjitha denoncimet. Kjo është fuqia e televizionit më të madh informativ në vend, televizionit News 24. Nuk pata mundësi të flas me babain tënd, por me të do flas në ditët në vijim. Kush është apeli yt i fundit nga kjo studio? Apeli im, jo dhunë, ndaj grave, ndaj të moshuarve, ndaj fëmijëve, ndaj askënd. Ne jemi njerëz dhe njerëzit merren vesh me fjalë dhe vendosin logjikën në punë, jo forcën e krahut. Faleminderit zonjë për këtë apel kaq kuptim plot në fund të emisionit. I bashkohem edhe unë apelit tuaj. Faleminderit miq që na keni ndjekur ditën e sotme, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Me këtë çështje do merremi në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.